Përshëndetje shenja nga Forres, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi ylli, gjykimi, krye priftëresha, faqja e shpatave. Në planin personal, java nis me yllin, që nënkuptohet se ndoshta pas një periudhe të lodhshme, me zhgënjime ose pasiguri, fillon të rikthehet besimi, ka një ndjenjë shprese që po rilind. Më pas vjen gjykimi, një kartë që rrallë del pa një arsye të rëndësishme. Gjykimi flet për zgjim, ndërgjegjësim dhe momente kur njeriu nuk mund të shtiret më sikur nuk e di të vërtetën. Mund të kuptoni diçka për veten, për një marrëdhënie ose për drejtimin që duhet të merrni. Krye priftëresha e thellon edhe më shumë këtë proces, sepse krye priftëresha tregon se shumë përgjigje ndodhen brenda jush. Ju mund të jeni duke vërejtur shenja, ndjesi ose intuita që nuk mund t'i shpjegoni plotësisht me logjik, por që vazhdojnë t'ju flasin. Faqja e shpatave në fund tregon se jeni në fazën e vëzhgimit. Nuk jeni ende gati të hidhni një hap, por po mbledhni informacion, po analizoni dhe po kërkoni të kuptoni më shumë. Duket se diçka që më parë ishte e paqartë po bëhet më e dukshme dhe intuita juaj po përpiqet t'ju udhëheq drejt së vërtetës. Kartat këshillojnë të mos e injoroni atë që e ndjeni vazhdimisht në zemër, sepse disa përgjigje nuk vijnë nga logjika, por nga subkonscienca. Kalojmë në familje. Në familje kemi budallaj, asi i shpatave, bota, 5 monedat. Në familje, budallaj është karta e fillimeve të reja, flitet për energjinë e dikujt që po nis një rrugë të re ose po merr një vendim që e çon familjen ose situatën drejt një kapitulli tjetër. Asi i shpatave tregon qartësi dhe të vërteta. Mund të ketë biseda të rëndësishme ose kuptime që më në fund dalin në sipërfaqe. Ajo që ka qenë e paqartë mund të sqarohet. Pastaj shfaqet karta e botës, dhe bota është një nga kartat më të fuqishme të përfundimit, sepse tregon se një cikël po mbyllet natyrshëm. Mund të jetë fundi i një pritjeje, mund të jetë fundi i një problemi ose mund të jetë fundi i një etape familjare. Por menjëherë pasaj shfaqet karta me 5 monedat dhe kjo kartë më bën të mendoj se mbyllja e këtij cikli mund të sjellë ndjenja të mungesës monetare ose të tipit nostalgjik. Duket se në familje po kaloni nga një kapitull në tjetrin, edhe pse ka qartësi dhe përfundim të një etape, procesi mund të sjellë ndjesinë se diçka po lihet pas. Kartat këshillojnë të mos keni frikë nga ndryshimi, sepse jo çdo mbyllje është humbje. Unë do të thoja që disa mbyllje janë çlirime. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi djalli, 9 monedat, 8 shkopinjt, 6 kupat. Në dashuri, djalli tregon një lidhje shumë të fortë emocionale ose fizike. Mund të jetë një person që vazhdon të zërë mendjen tuaj, mund të jetë një tërheqje e fuqishme ose një situatë që nuk është e lehtë të lihet pas. Kjo kartë shpesh flet për dëshirë, flet për pasion ose lidhje që kanë ndikim të madh emocional. Por menjëherë pas saj shfaqet karta me 9 monedat dhe kjo kartë kërkon pavarësi dhe vetvlerësim. Është sikur ju thuhet të mos e humbni veten duke u përqendruar tek dikush tjetër. Më pas shfaqet karta me 8 shkopinjt dhe kjo është karta e lëvizjes së shpejtë. Mund të ketë komunikime, udhëtime, zhvillime të papritura ose një energji që del nga stagnimi. Në fund kemi 6 kupat. Kjo është karta e kujtimeve,
është karta e nostalgjisë dhe lidhjeve me rrënjë të thella emocionale. Shpesh lidhet me dikë nga e kaluara ose me një ndjenjë të rrënjosur që është e vështirë të harrohet. Narrativa e dashurisë duket si një lidhje që ka lënë gjurmë të forta emocionale dhe vazhdon ende të ketë ndikim tek ju. Mund të ketë rikthim për disa, pra që mund të jetë një rikthim komunikimi, për disa mund të jetë një rikthim kujtimesh ose emocionesh, por sfida kryesore është të ruani pavarësinë tuaj emocionale, për sa kohë përballeni me këto ndjenja të fuqishme. Kjo nuk më duket si një histori indiference, përkundrazi duket si një histori ku emocionet janë ende të gjalla. Kartat këshillojnë se jo çdo ndjenjë që është e fortë është automatikisht ajo zgjidhja apo zgjedhja e duhur. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 4 kupat, kalorësi i kupave, heremiti, faqa e kupave. Në punë, 4 kupat tregon një periudhë ku mund të mos ndiheni plotësisht të frymëzuar, mund të ketë lodhje ose ndjesinë se asgjë nuk po ju emocionon aq sa duhet apo aq sa do të dëshironit ju. Kalorësi i kupave sjell një mundësi që mund të jetë një ide ose ofertë që mund t'ju zgjojë interesin. Kjo mund të vinë në formën e një propozimi ose të një frymëzimi të ri. Heremiti tregon që ju mund të mos merrni vendime të nxituara, sepse ndoshta do të zhyteni dhe të analizoni me kujdes çdo hap. Faqa e kupave në fund sjell kreativitet, kuriozitet ose një qasje më të hapur. Për disa mund të jetë një informacion që mund t'ju bëj disi entuziast. Pra, edhe nëse aktualisht ndjeni të painteresuar ose të painteresuara, dhe të lodhur mbi të gjitha, po shfaqen mundësi që mund t'ju rikthejnë frymëzimin dhe dëshirën për të eksploruar në drejtime të reja. Kartat këshillojnë të mos nxitoni, sepse qartësia do të vijë me durim. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi hapësirë. Kjo kartë ju kujton nevojën për të krijuar hapësirë në jetën tuaj, për të krijuar hapësirë në mendime, për të krijuar hapësirë në emocione ose në marrëdhënie. Ndonjëherë, unë do të thoja që për të pranuar të ren, duhet së pari të lironi atë që ju rëndon ose nuk ju shërben më. Paçim.